Dy ligje madhore ka marrëdhënia me të vërtetën. E para gjë, besimin të dhe se ajo është prej Allahut manush. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Nëse do ta përkrahni Allahun e manushëm dhe Allahu ka më ju përkrah dhe ka më ju stabilizu kamët. Dhe një nga treguesit kryesor i këtij ligji të parë që Allahu manushëm ka përkrah është se shifrat ka dhënë stabilitet dhe qëndrueshmëri në vërtetën apo jo. Nëse ti vazhdon të jesh i qëndruar me të vërtetën, ke këmbgul me të vërtetën, nuk po dorëzohesh për krah të vërtetës, dije se të ka përkrah Allahu manushëm. Se ajo është forca më e madhe. Cila forca më e madhe? Të gjesh me fjalë guxim dhe trimni dhe qëndrueshmëri, por ti përball me fjalë të pavërtetë. Dhe e dyta, shife se sa u ke dhënë hakun sebepeve. Sa u ke dhënë hakun sebepeve. Mos li asnjë sebep në mbështetje të vërtetës. Madje ri vazhdimisht duke menduar për të